Kam sa po ka fillu mandati, kam paraqit një projekt për bujqësinë me disa pika, projekt I cili nuk u hull poshtë nga asnjë, as këtë mandë, as këtë djatës, po nuk kaloi asnjëherë. Bile asnjë nga pikat. Jo, në këtë se ti e njeh se ke profesion edhe këto shifra janë alarmante, domthon ti jep 20%, ato t'japin 1.7%. 1.7. Paktën kthej vlerën që ti jep. Ja, aq jo, se s'ka mundësi gjënë se përse del deficit, po problemi është që të shkojë 3 pikë sa. Nga ana tjetër subvencionet në bujqësi, unë edhe kur kom qenë momentin që isha bashkëpunues me Partinë Socialiste dhe bënë programin Partinë Socialiste, gjithmonë kam ulkëm që subvencionet duhet të jenë direkte, që do të thotë çdo njeri që merr bujqësi dhe blegdori për njësi prodhimi duhet subvencionohet. Jo me projekte siç janë sot. Jo me projekte, ka një zyrë quhet AZBR-ja. Shkon atje, mirë po ka fermerë që janë të kualifikuar ose paktën din të shfrytëzojnë menë të tjerëve. Shkojnë, aplikojnë dhe mund të profitojnë. Por ndërkohë ne kemi 72% fermerëve kemi informal. Informal. Po, që në moment para këto të skualifikuar këto lloj projektesh, se puna para që do të kërkohet formaliteti. Do të kërkohet certifikata pronësisë që ka probleme të mëdha. Kurse kështu që them unë, jo si them unë, po do të thonë që thot PD-ja tash, cilët ne ja kemi injektuar PD-s edhe PD-ja e ka, domethënë e ka thonë kudo, edhe Berisha ka thonë, që ne jemi për subvencione direkte, që do të thotë regjistrohen të gjithë njerëzit që merren me bujqësi dhe blegdori, kaq grur, kaq misë e tjerë, edhe ka një regjistër të madh dhe aty jepen kompensime për çdo kilogram prodhim apo litër qumësht. Kjo nuk është një shpikë jone, se kam bëhen, por e bën gjithë vendet e rajonit, duke filluar nga ato që kemi afër fare, Maqedonia, Kosovë e tjerë, ne nuk çuditërisht nuk e di pse se bëjmë. Domethënë ne kemi ngulkom gjithmonë që të bëhet e nuk e bëjmë. Them gjë tjetër. Është politikat fiskale në bujqësi. Ne kemi thonë edhe fatmirësisht në këtë iniciativë më ka mbështet shumë herë në braçe, shumë gjithkohon. Bile di që në momentin e fundit parlamentit ka bëu edhe sharm ato të vetët. Se ka bëu publik, nuk se ka bëu. Tash ne këto eksperimentuari gjë, domethënë grumbulluesit I blejnë produktet bujqësore intelektuale me 0% TVSH, edhe I kërkohet rimbursimi 20%. Kështu që produktet tona të vendit ngarkohen fiktivisht me 20% çmimi. Këta e bën me idenë që kështu ne I subvencionojmë këta. Faktikisht nuk I subvencionojmë, por I diskriminojmë. Edhe tash janë drejtuar nga importi grumbulluesit, sa thotë pse të pagoni 20% të vendit, unë shkoj nga importi. Edhe kemi një rënje të numrit blegdorisë në mënyrë drastike. Edhe kemi një se çën jashtë. Po jo, I kthen importit. Pse do ta blej këtu kë? Ky do ta mori me 0% kërkohet rimbursimi 20%, ai e blej për atje. Edhe për këtë ne kemi kërku 4 vjet rresht. Siç thash, ka pas edhe element më ndërto bindet sy ky braçe, mbase I mbushet mendja kushdo që të fitoj këtë duhet të nëshkëti politikë fiskalis është diskriminuese për bujqësinë dhe e penalizon jashmase. Për cilën grumbulluesit I drejton importit.